Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyyus salihin wa usalli wa usallimu ala an-nabiy al-mustafa al-amin al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yawmiddin. Gjitha falënderimet të takojnë Allahut të madhëruar, ai është i vetmi i denjë dhe meritor për të qenë i lavdëruar dhe i adhuruar. Përshëndetjet dhe bekimet janë për të dërguarin dhe të zgjedhurin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët me mirësi dhe sinqeritet pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Allahun e madhëruar e falenderojmë për të gjitha begatitë të cilat i gëzojmë e i kemi prej tij. Ati takon lavdërime dhe falënderime, i jemi mirënjohës në mënyrë të veçantë që na ka mundsuar që të vazhdojmë rrugtimin tonë së bashku. Do të vazhdojmë sonte me temën tonë Kur'ani edukon. Kemi folë në 2 ligjëratat e kaluara për 9 tema të ndryshme. Ajo që do të them sonte është se Kur'ani edukon nga perspektiva të ndryshme. Njeriu varësisht prej pozitës që ka në shoqëri, ashtu e ka dhe përfitimin prej Kur'anit famë madh. Pastaj mundet me qenë njeri me pozit, kemi folë, mundet me qenë njeri prap me pozit, po më të thjeshtë, sikurse është individi i rëndamt. Pastaj qasja e Kur'anit ka edhe specifikat natyrave tjera. Qasja edukative e Kur'anit e ka edhe specifikën e moshës, e ka specifikën e gjinisë. Kështu që do të flasim qysh i edukon Kur'ani rinin, në një të ardhme do të flasim qysh i edukon Kur'ani burrat, gratë, fëmijët e të ngjashme. Pastaj një të ardhme, nëse Allah na jep mundësi edhe ymër gjithsesi, do të flasim qysh e edukon Kur'ani namazliun, qysh e edukon Kur'ani agjëruesin, qysh e edukon Kur'ani dhënësin e zeqatit, haxhiun, e kështu me radhë. Kemi çka me folë, duke qenë se tema e edukimit kuranor nuk është temë thjesht, prek pothuajse krejt jetën njerëzore, edhe atë individuale edhe atë kolektive. Sonte gjithsesi do të fillojmë, nuk e di a do të jemi në gjendje me e përfundu temën e edukimit kuranor për rinin, por nëse se krymë sonte, inshallah e krymë ndonjëherë tjetër. Ajo që e kemi parasysh kur e veçojmë këtë temë me trajtim, është se pjesa e jetës njerëzore, pjesa e ymrit, që quhet rini, e ka një trajtim të veçantë prej islamit. Ai trajtimi veçantë vjen shprehje kur e lexojmë Kur'anin, vjen shprehje kur i lexojmë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu i madhëruar në surën El-Kahf, e cila sure edhe emërtimin e ka me një simbolik interesante, surja e shpellës. E shpella faktikisht nuk ka ndonjë rëndësie në temën e kësaj sureje, po ka rëndësi qëndrimi i disa djelmoshave, të cilët me besimin e tyre u arratesën në shpellë për të strehu nga përndjekja e zullumçarëve. Edhe për atë arsye, emërtimet, sikur se e dim, nuk është patjetër me kon shumë, qysh me thonë, të veçanta në përmbajtjen e tyne, sa është me rëndësi emërtimi me kon i veçantë në goditjen e tij. Në rastin konkret shpella, qysh Kur'ani një sure me e pas me emrin e shpellës, prap po them, ajo shpella që përmendet në këtë sure, absolutisht s'ka ndonjë farë vlere. As është vend që ja vlen me vizitu, ja vlen në kuptimin, s'është vend që është sevap me vizitu, për shembull. Madje as shpellën ku ka fillu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i zbrit shpallja, s'është vend që është patjetër me vizitu. Njerëzit kur shkojnë në haxh në Mekë, është ajo shpella Hira, në periferi të Mekës. Bon copa njerëzit me shku me e pa ku i ka zbrit shpallja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë, për kurreshtje bën me shku me e vizitu.
Mirë po me i thonë dikujt, a e kon haxh? Po e më kanë. A e ke vizitu shpellën Hira? Absolutisht nuk do të me ardhë keq me thonë jo valla, se kom vizitu. Se në haxh kom shku për sevap, për turizëm, kisha shku dikun tjetër, ndoshta ma kish qitë edhe ma lirë, kisha bo se fa ma shumë, mirë po nuk kom shku me vizitu shpella. Pra shpellat e ka një simbolik, mirë po simbolika kryesore është ajo çka lidhet me strehimin ose të ngjashme, se për koincidencë edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në shpellën Hira u kon të u strehu, për atë arsye i ka ardhur shpallja çaty. Ajo që deshta me thonë pse e qela bisedën e shpellës, surja e shpellës, dërsa aty Allah i madhruar thot, innahum fitjetun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ata ishin çuna, djelmosha, që e besuan Zotin e tyne, e ne u ashtuam atyre udhëzimin edhe ma tepër. Pra, Allahu po i lavdron, po i përmend me lavdat, me pietet, një kategori të njerëzve, një kategori të një shoqërie, ata ishin fitje, çuna, djelmosha. E kjo na jep me kuptu se kjo kategori e shoqërisë megjithatë është e vlerësuar sipas Islamit. Allah i madhruar e ka çmu punën edhe sakrificën e tyne, edhe pse nuk janë të vetmit, mbase edhe nuk janë të rrallë në kuadër të njerëzimit, që kanë bë asnjë lloj sakrifice, po megjithatë Allahu i ka veçuar dhe i ka përmendur dhe i ka lavdru për shkak se çat sakrifice kanë bë duke qenë djelmosha. E tash na këtë fjalën djelmosha ose çuna kur e përdorim, ajo kështu tingëllimën e ka të këndshme. Po kuptimin i ja jep ai përshkrimi shoqërues. Për çka përmendën çata çuna dhe çata djelmosha. Për ndryshe nga njerë, kur jetë duke bo bised me dikend, me bo mi u drejtu me fjallën, o qënë, mundet me kone edhe nënçmuse, dhe me i rijeti me bo muhabet me mu, ose i rijeti me u marrë me këtë temë. Edhe kjo mundet me kone shumë e sakt, nëse për një menda i djaloshi, s'është nivelin e asaj teme. Po, mundet me kone edhe nënçmim edhe ofendim, ose mja kallëzu venin, me thone, ka dalë se ti je djali i ri. Mirë po. Me bo me qëllu, djali i ri, qënë, e merët me një teme cila është e madhe, po ky është në nivel të asaj teme, ka kompetencë mu marrë me to, atëherë, kjo, kur i thu qënë edhe djali i ri, veç i ashton vlerën hala ma sha. Pse? Për arsye se mundet me u kuptu, kjo është temë e burrave, po ti me gjithë moshën e re që e paske më rinë nivel me u marrë me këtë temë, ose me u identifiku me kësi lloj tema, e Allah i madhruar kur po i përshkruan këta djelmosha, innahum fitjetun amanu bi rabbihim, po i përshkruan çuna, djelmosha, po, ama i përshkrimi që po pason amanu bi rabbihim është punë e madhe shumë, ata besuan në Zotin e tyne. Besuan në Zotin e tyne edhe kjo, kur vije si përshkrim prej të gjithdijshmet, pe Allahu fuqiplot, i cili për një mend e ka ditë, a kam besu që ata djemë, as kam besu. A kam besu që shdohet, as kam besu që shdohet. Allah thot, amenu bi rabbihim, kanë besu Zotin e tyne, atër ky përshkrim është i mrekullueshëm, por njëkohësisht edhe i admirueshëm, i lakmueshëm, ku me gjetë të shumë kanë edhe na që ata djelmosha, që Allahu me na përshkru kësaj. Ndërsa sot me bo me na vetë neve dikosh, a je musliman, çka do të me thonë? Po, do të me tregu identitet. Po me bo me të vetë për atë shkallën që është ma e lartë se musliman, a je besimtar, a je mu'min. Çka do të me thonë? Do të thonë, inshallah. Jo që se ki sigurin e plot, jo që e ke dyshimin, megjithatë nuk e ke komoditetin e mjaftueshëm me e lavdu vetën, me i dhon vetës një çasti certifikate për një nivel bukur të lartë. E kur këte e jep Allahu fuqiplot, kjo është mase e bukur, mase e këndshme. Kjo është vetëm një dëshmi e thjeshtë ose një shembull i thjeshtë që Kur'ani megjithatë e ka vlerësu këtë moshë, e ka vlerësu këtë kategori të shoqërisë. Madje
te Ibrahimi alayhi salatu wassalam, kur përmendet nëse zgabojnë surën Anbiya, Ibrahimi alayhi salatu wassalam si i ri është konfliktu, është kacafyt me popullin e vet, në radhë parë me babën e vet edhe me popullin e vet për shkak të besimit. Edhe në mes tjerash, shme thonë jau kalkund themelet e idhujtarisë tyne fuqeshëm. Mes tjerash o e ka marrë guximin edhe me shku edhe fizikisht me i rënu idhujt e tyne, edhe kur kanë ardhur ata e kanë po hallakamën në atë vend adhurimin e tyne, kanë thonë, men fa'ala hadha bi alihatina innahu la min adh-dhalimin. Kush ja u bani këto zotave ton, ai qenë ka një zullumçar i madh, ata e dhanë një përgjigje, sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, valla e kena një djalosh, një çon. Tu fol për këtë temë i thojshin Ibrahim. Ata këtë fjalën e kena ndëgju një djalosh ose një çon, nuk është se e kanë përdorur me shumë respekt. Ndoshta e kanë përdorur edhe me përçmim. Mirë, po realiteti është se nuk i kishin thonë çon, sigurt mos i shkon i ri Ibrahimi alayhi salatu wasalam në atë kohë kur e ka bë këtë punë. E i kemi edhe shembujt e shumt edhe të sahabeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që një pjesë prej tyne jenë konë shumë të ri në kohën kur jenë konë dëshmitar të ngjarjeve dhe zhvillimeve të ndryshme, jenë konë shumë të ri kur kanë transmetuar ngjarje dhe hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kemi për shembull Abdullah ibn Abbasin, ose Abdullah ibn Omerin, ose Abdullah ibn Amr ibn al-Asin, ose mos flasim për Enes ibn Malikun, ose për Muadh ibn Jabelin, ose Musab ibn Umerin, ose për Sa'd ibn Muadhin. Keni ndëgju për Sa'd ibn Muadhin, veç me qëllim po e përmeni për shkak të ngjarjeve tërheqëse, i cili e pranoi Islamin në mënyrë interesante, të e pas një qasje fillimisht kogja kundërshtuese. I tha ati shokët vetë, apo shkan tha të qaj për Musab ibn Umerin, apo shkan tha të qaj që atje që ka orë për Mekës, edhe me i thonë, apo bashkë për i këtuhet, apo ta bojmë shpinën ma botë se barkën. Këta shokëve vetë po i dhatë, s'po shkan ti, se po dhatë qaj që po rinë me to e kam të zakë. E thate, s'po du në start me shku mu konfliktu me të zakën tem, amo me arë puna, unë shkoj ja u kalzit qefin të dëve. Edhe shkon kë. Ja mu shmenën që dhe me kajtë se po shkoj, edhe i thotë, a ban mu quju mu bajt për i qëtuit, a i Musabi i thot po, ban shumë, veç, a ban edhe ti veç një minut me milon kohë, veç po t'i thom një 2-3 fjallë, edhe mos të pëlqefshin në po hici. E Musabi, pra po bot fjallë për Musabin, djali ri, po bot fjallë për Sa'd ibn Muadhin, i cili gjithashtu ishte djali ri, kur ndodhi kjo ngjarje, edhe Musabi i foli ati për fe, haj, qysh i shku me një farë ngarkesit, ajo, Allah, qëto fjallë që api thotit, ko kanë të mira, po ja vlej ka me menu për to, masën e ju këthy kënejt e këj, i kalzoj kështu, dhe me një fjallë nuk kalun shumë kohë, edhe të dytë këta u banën musliman, edhe pse qasja filistare ishte shumë armiqësore, madje ishte edhe kërcnuse. Që ky Sa'd ibn Muadhi, kur u bo musliman, ishte sa vjeç? 29 vjeç. 29 vjeç, në sot i thojna i ri, atëherë su kon i ri. Sot edhe 35 i thojnë i ri. Jo, i ri është ai që ka 18 vjetë, 20, 21, 2. Nejse, pak ka jetu në Islam, kur ka vdek, e ka dhoni deklarat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot për vdekjen e këtij burrit është dridhe dhe arshi i Allahut fuqiplot. Pse e përmena historinë e tij, edhe pse i përmena qëta sahabe, se përmena Ebu Bekrin e Omerin e Uthmanin e kështu me radhë, dhe Aliu kon djali i ri kur e ka pranu Islamin, se gati harrova, Erkami në shpinë e të cilit kanë majtë mësime sahabët me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pse e përmena, i përmenda qëta njerëz? Për shkak se na kur flasim për ta, nëse s'na ka shku menja mu interesu për moshën e tyne atë botë, në imagjinatën tonë, ata janë njerëz të mëdhej, edhe sahabët për një me që shto do të me konë. Në imagjinatën edhe në konsideratën tonë, ata do të me qenë njerëz të mëdhej.
Po tash për shembull, unë që jem të fol, e krejt që ta sahabe, jo matrise on, po shumë matrise on, atëherë shohim aty se madhështia e tyne qëndron në respektin që kemi na për ta. Mirë, po koha e jetesës tyne, koha e ngjarjeve dhe zhvillimeve për cilat po flasim, ata kanë qenë 3. Edhe kjo është dëshmia më e mirë se pjesa më vitale e jetës është rinia. Pjesa më vitale e moshës është rinia. Pjesa më vitale e shoqërisë është rinia, edhe vlera e rinisë për një mend është vlerë konkurruese në ato vlerat më sublime, më të mëdha, më të vlefshme që mundën me ekzistu në univers. Që po e përmendin një dëshmi. Veç para se me e përmend dëshmin, po e përsëris edhe një herë çka thash që me e majtë në men. Vlera e rinisë, si mosh, edhe punë që ata i bojnë në këtë mosh, është vlerë e veçantë, edhe është konkurruese hyn në mesin e vlerave universale që dominojnë në univers e që janë numrume me gishtat dorës ose me gishtat e 2 durve. Që dëshmia. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. 7. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot 7, nuk përmend 7 çka. Mundu me thonë 7 persona, po s'janë veç persona, s'janë individ. Mundu me thonë 7 kategori, po, mundet me u kuptu edhe është e drejtë. 7 kategori të njerëzve, Allahu do t'i strehojnë në hijen e tij, atë ditë kur nuk do të ketë hije tjetër përveç hijes së tij. Veç 7 prej krejt njerëzimit, prej Ademit a.s. deri në fund, sa miliarda njerëz kanë kaluar e do të kalojnë, veç një Allah e din. Sa lloj njerëzish do të ketë. A do të kenë përkatësi etnike, a do të kenë përkatësi racore, kulturore, nivele intelektuale, dygjinit, meshkuj femra, profesione, specializime, e kështu me radhë, për krejt kësaj, për krejt këti diverzitetit njerëzimit, lloj-llojshmërijet njerëzimit, veç 7, Allahu po i veçoj ka, që për një mend është punë e madhe shumë, e një prej tyne, që është tema jonë, është nështë ajo motoja e temës tonë, është fjalia që kishëm bo mirë me nënvizu. Me nënvizu edhe në mendje tona, me majtë në mend. Cila është shabun nasha'a fi ibadatillah. Një i ri i cili është formu, është ngrit, është gdhend, është pjek në ibadetin e Allahut fuqiplot. Do të thonë me ju konkuru kujt ati sundimtarit i cili është sundimtari drejt edhe korrekt. Që realisht ton e dim si një gjë e tillë pse është e veçantë. Pse me konë në hijen e Allahut një sundimtari i cili megjithatë këtë mirat i ka shiju në dunjë se e ka pas pushtetin. E pse me konë në hijen e Allahut veç pse është korrekt edhe i drejtë. Çka e mërmenja? Veç për shkak se nuk është gjë e lehtë. Me konë sundimtar, me fitu pushtetin. Edhe me jetu do si do, po, ton atë mirat i ka, kire, gjipa, luks, anë i knej, pushtet, ti shkot, ti hajde, ti ngreto, ti ullo, ti kështu. Po, mirë po me udheq, edhe me qeveris me drejtësi, edhe pushtetari e ka vështirë. Edhe sundimtari e ka vështirë. Edhe mbreti, edhe presidenti, edhe kryeministri, edhe kush do qoftë. Vështirë e ka. Pse? Për arsye se krejt rrethonat edhe faktorët e çojnë ka e kundërta, e ky vetë do të me konë shumë i fuqishëm, shumë vetmohus, por me mujt me qeverisë edhe me udhëheq drejt edhe mirë, për atë arsye e meriton një vend të veçantë në hijen, e cila është hije e Allahut, hije pronë e Allahut, jo hije kështu që Allahu bën hije. Shumë i veçantë. Edhe kategori tjera, e tash në mesin e qytyne, edhe një i ri i cili e ka një përshkrim të vetin. Sot në runë vllazën, kur janë elitat e njerëzimit, elitat, kur thëmë, me të drejt apo pa të drejt se quhen elita, a janë elita për një me, apo elitat vetë shpallën, pak ka rëndësi.
A sheh rinin në mesin e tyne? Lider të botëror kur takon, s'ka djemtri në mesin e tyne. Bile muj me thonë, që kënej ka hna, ka Balkani, ka pak me Axhamillëk e marim pushtetin. Këshure ata lider të kryesor botënor, që për udhëheqin botën sa të kitë pleqja. S'ka rini, se vlerësojnë rinin e përdorin si kapital. E përdorin për synimet veta. Mirë po me e vlerësun nuk e vlerësojnë. Vetëm Islami e vlerëson rinin. Edhe në mesin e aty në 7 kategorive, nëse më shprej shumë kushtimisht në ashtë tingëllëm banale, në atë geshtatshin që do të futen në hijen e Allahut, njoni ka me qenë i ri. Të paktën njoni. Ka me qenë i ri. Për arsye se munën edhe ata, si kategoria ata dy tjerë që e dojnë njonin për hir të Allahut, edhe ata munën me qenë të ri. Po du të them se veprat e caktume, në moshë të caktume kanë vlerë më të veçantë. Pse s'është një njeri i cili e kalon jetën ibadet, po se ka moshën e rinis. Edhe pse është në kuptimin rajulun kalbuhu mu'allaqun bil masjid. Një njeri, një burr, që zemrën e ka të lidhur me xhamia. Dhe ky është një prej asaj gështatshit në hijen e Allahut. Mirë po te ngritja, zhvillimi, pjekja në ibadetin e Allahut fuqiplot, te rinia ka vlerë skajshmërisht të veçantë, shumë më të madhe se sa te pjekuria prej burrnis e tutje. Për atë arsye, pleston kur kanë thonë namazi i plakut është sikur se drita ditën, ose ibadeti i plakut, ndërsa ibadeti i triut është sikur se drita natën. Për një mend është një urtësi kjo që ti thu, ku e kanë marrë këta, ku e kanë lexu, ata është të vërtetë që ndoshta s'kanë lexu sikur na Buhariun e Muslimin e Riyadhus Salihinin e plot gjona, mirë po i kanë marrë prej hoxhallarëve do gjona të shtrydhuna, si nektar i gatshëm, edhe e kanë kuptuar që ibadeti i triut është dritë me vlerë më të madhe se sa ibadeti i të vjetrit, pa e nënvlerësuar dhe pa e nënçmuar, kisha pas qef dikush me më keq kuptu, po mos i sjom edhe vetë i ri, s'besoj që ka drejt dikush me më keq kuptu. Do më thonë, shabun nasha'a fi ibadetillah, ko ka një vlerë e veçantë, e çka do me thonë, një i ri i cili është pjek në ibadet të Allahut. Është një i ri i cili nuk është me laçe. Pra, i ri nuk është me laçe, nuk është i pagabushëm. Nuk është që rrinë veç në xhami. Nuk është që se jeton edhe jetën e vetë që jetojnë trit, por ky e jeton jetën e vetë brenda asaj kornizës, pa dalë pe asaj kornizës të cilën Allah i madhruar e ka përcaktu, e ka parapa, e ka përzgjedh për robërit e vetë. Cilën kornizë e ka përzgjedh Allahu? Përgjigjen e kemi të fjala e Allahut fuqiplot, wa raditu lakumul islame dina, jam i kënaqur që Islami tjetë feja juaj. Kjo është korniza. A mos i korniza shumë e gjanë. Njerëzit thojnë, ju në Islam keni shumë kufizime, e vërtet është. Na në Islam kena kufizime, por ato kufizime nuk janë të një hapësire të ngushtë sa menzina nxan veç neve. Jo, ajo është brenda një kornize e cila na ofron edhe na mundson neve hapësirë të mjaftueshme, edhe të lëvizjes, edhe të mendumit, edhe të sjelljeve, edhe të jetumit, të jetës edhe të kënaqësive të saj. Thjesht janë kufizime, është kornizë e cila ves na lën me ron humner. A humnera është shumë e thjeshtë edhe shumë e mundshme. Një njeri i cili jeton pa kufizime, ai bjen humner edhe ndoshta edhe se merr vesh. Edhe i doket që është tu jetu në xhennet. Pra, i riu që piqet në ibadetin e Allahut fuqiplot është i riu i cili përpiqet në maksimum me respektu Allahun, rregullat, udhëzimet, dispozitat, me respektu mësimet edhe udhëzimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e i cilin mes tjerë është edhe gaban. Edhe merr në thu, edhe sikur çdo besimtar, për arsye se ky, pse i ri e ka marrë rrugën e Zotit, çdo më thonë që është boj pagabushëm. Edhe ky ka nevojë me u përmirësu, edhe ky ka nevojë me u pendu, edhe ky ka nevojë me ndryshu disa gjona, edhe në bazë ditore.
për arsye se krejt ato thirrjet e Allahut fuqiplot për kthim ka ai, fefirru ila Allah, ikni te Allahu, wa tubu ila Allahi jami'an eyyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dhe pendohuni tek Allahu të gjithë ju besimtarë nëse doni me kon të shpëtuar. Wa in istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayh. Edhe kërkojni falje Zotit tuaj dhe pendohuni tek ai. Gjitha këto janë thirrje në ajete të ndryshme, në vende të ndryshme në Kur'an, edhe plot ka vlen për secilin besimtar, e ndoshta vlen mas tepërmi edhe për rinin, mirë po rinia kur i kap çto mesazhe, edhe i respekton çto mesazhe, edhe i merr parasysh me seriozitet, ato te ai kanë vlerë më të madhe për një arsye të thjeshtë, për shkak se rinia është në shënjestër. Rinia është më e rrezikuar. Në shënjestër të kujt? Në radhë të parë shënjestër të shejtanit. Pastaj në shënjestër të gjithë atyre shejtanëve që ja bojnë argatin atij kryes shejtanit. Me projekte të ndryshme, shkatërruese, degeneruese, demoralizuese e kështu me radhë, domethënë rinia është shumë e rrezikuar. Andaj kur një i ri i kupton edhe i merr seriozisht edhe sinqerisht thirrjet e Allahut fuqiplot, ai për një vend ka bërë sakrificë shumë të madhe, edhe një vepër e tij nuk është e njëjtë me një vepër të njerit të pjekun, ani pse vepra e këtij njerit të pjekun ka vlerë shumë të madhe, po vepra e këtij djalit të ri ka vlerë hala më të madhe. Pse? Për arsye se ky e ka mazar edhe për shkak se është në shënjestër. Po e ka mazar edhe për shkak diçkaje që nuk e përmena. E ka edhe një forcë të brendshme, e cila shumë aktive, hiperaktive, që nuk e çon ka hemara, po e tërheq ka hemrapshta. E krejt shtynë me ju rezistu, pa dyshim që është vlerë e madhe edhe po menoj e vlerësohet shumë në radhë parë prej Allahut fuqiplot, e pastaj e vlerësojnë edhe njerëzit e mirë. Ky i ri krijon identitet jashtë i thojnë në gjuhën bashkore stereotip, jashtë stereotipit, jashtë kallëpit. Kallëpi i trive sot është me i një të bërtit të fol fjalë pa lidhje, të knu, të bo zhurmë, të bo veprime që janë të bezdishme, deri te ato që si dukuri mundën me konë shumë shqetësuese, fatkeqësisht është kallëp, jo vetëm te na. Po thuj se këtë botën e ka kaplu ky var kallëpi, e një i ri i udhëzuar jeton jashtë kallëpit. Ai është i qetë, nuk është zhurmaxhi. Ai nuk të përmeni një sen shumë konkret, duke qenë se jemi në stinën e verës. Ai nuk harxhon parë me janë gjitë kerrit ose motorit një auspohi i cili bën zhurmë edhe i çon njerëzit për xhume. Do të thonë, prej seneve më palidhje që mu më doket, nashta e kom moshën që ashtu që mu doket palidhje, dikush prej trive mundet me ju doke, me i tinglu çuditshëm, po prej seneve më palidhje, me harxhu pare, për me bo zhurmë, për me të shoh ata që të njën që ja u prishe xhumin, në rastin më të mirë në i besimtar të uran edhe të thotë Allahu të vëzoft. Shumë e çuditshme. E i riu musliman nuk e bën që të veprim. Edhe pse është veprim i thjesht, që ta është të bezdis, mas gjësore e haran, me po me zatet qatë djallë nuk tjetë hatri, mirë po, ka dhe tjera shumë ma shqetësuese. Përdorimi i alkoolit, përdorimi i lëndëve narkotike, sjellje devijante konkrete, hajnia e të ngjashme, këto janë shumë të rana, e ky i riu jeton jashtë kësaj kornize. Jeton me një identitet tjetër. Identiteti i tij është vepra e mirë, edhe në sjellje e sheh që është i ri i udhëzuar, për shkak se, për shembull, një vajzë ose një gru, kur kalon ka një djalë i ri të udhëzuar, nuk bezdiset prej tij, nuk shqetësohet prej tij, ky nuk e nguc, nuk i lëshon fjalë, madje as nuk e kqyr se e ka atë udhëzimin qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, thuaj besimtarëve le ta ulin shikimin. A folëm javën e kaluar, Kur'ani na edukon edhe synin, na edukon edhe veshin. E ky edukim tash te i riu e
e ka vlerën shumë më të madhe dhe shumë konkrete. Pra, identifikohet me sjelljen e tij, identifikohet me mënyrën e të folunit, identifikohet me dukjen e tij, ndoshta një hisë të madhe e merr prej asaj që Allah i madhruar kur i ka përshkruar njerëzit e mirë në surën El-Fath, ajeti i fundit, simahum fi wujuhihim min athari as-sujud, dukja e tyne, në ftyrat e tyne, formohet prej gjurmëve të sejdës. E sheni njeri, nuk mundesh me thonë i bukur ose i pabukur, se funi funit është relative ajo, po thotë që njeri pas ka ftyrën e namazliut, se sejdëja kalon gjurmë në ftyrën e tij. E kanë thonë dietarët e hershëm, kanë thonë ai cili falet natën, namazi i natës ja i shndrohet në dritë të ftyrës ditën. Njerëzit ja shohin ftyrën, edhe na e përdorim, kanë thonë ftyra nur. Nuk lam me bë dritë, mirë po është një ftyrë e këndshme për shpirtin edhe për atë që e sheh. Është ftyrë e identifikuar me udhëzim, pikërisht çysh ka thonë ai personi që e ka taku pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për herë të parë, që thot kur e takova, kur e pash për herë të parë, me njëherë e fitova për shtypjen. E dita që kjo ftyrë nuk është ftyrë gënjeshtari. E thash duke qenë se i ktill ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, na atë e kemi model, padyshim që e kemi obligim me u munu me u bë sikur ai. Pejgamberllokun se fitojmë, mirë pa ato mirësi tjera e kena obligim me ju përmbajt. Pra, Islami e ka veçu periudhën e rinis për shkak të kësaj rëndësie. Ndërsa citatet e ndryshme dhe ajetet e Kur'anit i përmena, ata ishin djelmosha që besuan Zotin e tyne, edhe ne u ashtuam udhëzimin, wa rabatna ala qulubihim idh qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha, vazhdimi i ajeteve të surës Kahf, dhe u stabilizuam, u forcuam zemrat kur ata u ngretën edhe thanë Zoti ynë është Zoti i qiejve dhe i tokës dhe ne kur nuk do të lutem dikant tjetër përveç Allahut fuqiplot. Edhe, do të thonë që kjo është ai identiteti i cili krijohet për shkak të rëndësisë që ka mosha, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend një gjë tjetër, një gjë interesante shumë, kur na ka tregu për pyetjet të cilat do të na parashtrohen në provimin e madh. Me të thonë dikush kemi hi provim për një grad të lartë shkencore në një universitet shumë prestigjioz. Po përgatitu, ti thu çysh më përgatit, çfarë literature me shfrytzu, edhe ai që të thot me ta lehtësu hala ma shumë edhe me të thonë, hiç mos u lodh për literaturë për kështu, që po t'i kallëzoj pyetje. Çto janë pyetje? Edhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot nuk do ta çes hapin njeriu në ditën e gjykimit. Hiç ka në një vend, një hap s'munët me e qitë, pa u pyet për 4 gjana. Verzion tjetër 5 gjana. Pa u pyet për 4 gjana. Cilat janë ato 4 gjana? 4 pyetje ti tregon, edhe kemi arrit gradën më të lartë, arrin gradën e xhenetliut realisht nëse përgjigjet janë të duhuna. Ato janë jetën ku e ke kalu, jeta çka përfshin prej kur kemi lind dhe kur vdese. Nëse është qështu, po e përfshi ka edhe rinin. Megjithatë për rinin ko ka një pyetje e veçantë, edhe rinin ku e ke shpenzu. Për arsye se është pjesa, sigur se thash, ma vitale e jetës, e për cilën nuk duhet shkujdes, nuk ka tolerancë për shkujdesje. Zban me shpërfill, zban me kon nga flet për këtë pjesë të jetës. Për atë arsye, mbi kanë bie përgjegjësia
për këtë punë kaq të rëndësishme, sigurisht që bie mbi ata që e kanë kalu këtë pjesë tjetës, pavarësisht sa janë vetëdijshëm. Ndoshta atëherë si në vetëdijshëm kur janë kontri, po tash kur janë pjek janë vetëdijshëm. Praktika dhe historia dhe jeta na mëson që një prind për shembull i pjekun, edhe nëse kur u kon i ri vet, nuk u kon çaq i rahatshëm, kur bëhet burr i pjekun edhe vinë fëmijët e tij në moshën e tij, nuk ka qef me i pa fëmijët shukon vet. Ashtu çështo? Pavarësisht çka ka bëu vet kur u kon i ri, sot e vlat vetë ju thot mani se ashtu nuk duhet. E kom provuar, nuk është ajo rrugë e cila të çon aty ku duhet. Pra është përgjegjësia e brezit të pjekun, përgjegjësia e prindërve në radhë të parë për arsye se s'ka kërkosh përgjegjësi më shumë se sa prindrit, që me u kujdes për këtë kategori e cila është në zhvillim edhe në pjekje e sipër. Njerëzit kujdesen për bashkë, kujdesen për ara, kujdesen për tregti, për biznese, për gjithçka. Besa kujdeset me apo servisin kerrit. Kujdeset me mosh telefonin, me pagu internetin, e ma shumë se krejt që to, do të me u kujdes për evlat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson shumë konkretisht çysh do të njeri me e bë këtë përkujdesje, me çfarë hapa konkret. Në një prej këtyre mësimeve, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'a. Urdhërojeni fëmijët e juaj, pra jo kërkojeni, jo luteni, urdhërojeni fëmijët e juaj që ta falin namazin, duke qenë ata në moshën 7 vjeçare. Wa dhribuhum 'alayha wa hum abna'u 10. Nëse ka nevojë edhe detyrojeni, duke përdorur nga pak edhe forcë, jo dhunë, forcë, kur ata të bëhen moshën 10 vjeçare. Dikush mundet me u kap të kjo fjalë, me thonë qysh me i detyru, qysh me i, por na kur e marrim fëmin tonë dhe e çojmë te mjeku, do të me e trajtu, po e zonë me një injekcion. A jemi na çata babalare dhe çato nona që me zor e majmë për m'ia ngul një gjylpan. Me zor e majmë. Pse? Për të mirën e tina. A i refuzon në qirët, e kane, çkarravitët, po ti apet e manë, jo pse s'dhlimat, përkundrazi. Veç pse e donë edhe dhlimat e manë me zor, edhe i abanxhia ja jep një gjylpan, mirë pa e gjylpan reagon mas gjysore dhe i fëmija shnoshet. E udhëzon, e urdhëron, insiston që ai me u lidh qysh do të me Allahun fuqiplot, ani pse ai mundet me e pas në ai dozë të refuzimit, ose si rrjedhoje përtesës, ose si rrjedhoje mungesës të vetdijes, ose kështu me radhë, nuk e ka borxh fëmia 7 vjeçar me u fal, veç ta kemi parasysh që ta. Po baba e ka borxh me urdhnu me u fal, pse? Se do të më mësu. Fëmia me e lon, as me 7 vjet, as me 8, ndoshta as me 10, s'ke shku në klasë të parë, po baba e çon me zor. Pse? I vyn. Sot i vyn për të ardhmen e tij, e njëjta gjë është edhe me mësimin e namazit, edhe me mësimin e gjonave tjera të cilat Allah i madhruar i kërkon prej neve. Janë 4 shtylla mbi të cilat ngritet një edukim i mirëfillt për brezin e ri, fëmijët edhe rinin në përgjithësi. Tash, ai që është prind i ka çto 4 pika që do të me u koncentru, ai që është edukator njëjtë, ai që është pedagog në shkollë, në universitet, ku do të qoftë, po edhe hoxha me xhamatin edhe çështo, janë 4 shtylla kryesore. E para, edukimi imanor, edukimi fetar, me eduku, me besu çysh do të, me eduku, me e boj ibadetin çysh do të, e kështu me radhë. Shtylla e dytë është edukimi moral, ai i mirësjelljes, i akhlakut. Do të më mësoj rregullat e mirësjelljes. Edhe këto rregulla janë universale. Me mësu me konë besnik e mos me rajt, me konë i përkushtuar, mos me tradhtu, me mësu me konë korrekt e mos me mashtru e kështu me radhë. E treta është edukata fizike. Menoj që edhe na si fetar nga njerë në qëtë aspekt e kemi një ngecje. Fëmijët me moshë caktume do të mja mësu do shkaftësi caktume fizike. Të paktën me ishti me u marrë me aktivitet fizik, ose edhe me sport,
Mirë që ata me konë të shëndetshëm, me u rrit mirë, me u bot fuqishëm. Mja u mësu, për shembull, në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam janë përmend kalerimi, është përmend shigjetaria, është përmend noti, janë përmend çdo gjëra mja u mësu fëmijëve, mja u mësu shkatësitë e mbijetesës, mja u mësu aftësitë e orientimit në natyrë. Ka jo veç djemtëri, ka dhe burrat pjekon, si çifti jam, me bo me elshu dikon në mal, me syqel, s'din me dal për i malit. Me dit me orientu, me dit qysh gjindet veriu, me dit qysh mundët me gjetë ujë, me të zonë nata, qysh mundët me ndez një zjarë, kështu me radhë. Këto janë gjona që sot për neve do kënë gjona, që me thonë, fantastik shkencore, po janë gjona për cilat njeriu mundët me pas nevojë, nëse jo në atë jetën normale dhe komode, në situatat caktume dhe veçanta. Dhe më thonë ishin këto 3 shtyllat: edukata fetare, edukata morale, edukata fizike, edhe edukata e aftësive dhe dijes. E aftësive, çka do me thonë? Me mësu mjeshtri, me mësu dituri, me motivu, me shku në shkollë, me kry shkollë, me financu nëse ka nevojë, me u trajnu, me ndjek trajnimet ndryshme tash, pavarësisht a janë shkolla, universitete, kështu me radha, apo me një fjalë me u aftësu për jetë. Nëse jeni mërzit, po e lajmë, inshallah, prej qëto, vazhdojmë javën e ardhshme, inshallah. Nëse Allah na jep hymër dhe mundësi, Allah është përbleft për vëmendjen. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.